në çdo institucion që ka që në moshë fare të re kur ka qenë në Bashkinë e Tiranës, në Qendrën Spitalore Universitare, në të dyja ministrit, në të shëndetësisë, çështje sociale dhe të arsimit. Kështu që unë jam besim plot që zonja Manastirliu jo vetëm do t'ja dalë, por jam shumë e kënaqur që përmirësohet kuota gjinore, sepse ne kemi një disbalancë shumë të madhe në pushtetin lokal në lidhje me kuotën gjinore. Unë shpresoj që, nuk e dim, se janë dhe 5 të tjera, shpresoj që të ketë më shumë emra grash nga Partia Socialiste. Nesër mos gaboj unë do të jetë diskutimi në Partinë Socialiste për Vlorën, Matin, Tepelenën, Beratin dhe Cerikun. Po uroj unë që sonde inshallah të ketë më shumë emra. Nesër mëngjes të ketë më shumë emra grash dhe vajzash, sepse ne vetëm kështu do të mundemi, unë në gjithë të karrierën time përpjekja ime modeste ka qenë që të përfshihen sa më shumë gra dhe vajza në politikë, sepse ndryshon komplet edhe imazhi i politikës shqiptare ka ndryshuar ndër vite, padyshim, është përmirësuar dhe mendoj që sidomos në nivelin lokal, por në çdo institucion, drejtimi nga gratë i jep tjetërqasje institucionit, sepse futet në mes edhe kujdesi. Janë shumë faktorë që ndikojnë pozitivisht. Pastaj mbaret dhe nga ambicia që ka njeriu dhe zonja Manastirliu ka qenë nga ato figura që ka një ambicie shumë të madhe për t'i bërë punët sa më mirë. Dhe e ka treguar këtë gjë. Nuk kam asnjë gjë me figurat e Partisë Demokratike, po në fakt ne nuk e kemi garën me ato, e kemi me qytetarët, sepse me thënë vërtetën, në lidhje me Tiranën jemi me pak bonezë dhe me pak ndoshta do të thoja pak najsin thojza të qytetarëve që mund t'jenë krijuar edhe nga menaxhimi jo shumë i mirë i muajve të fundit. Kështu e mendoj. Dhe meqense po shkojmë tek minutat e fundit, nga dje unë ndoqja në rrjetet tuaja sociale me tetorin roz kishit përcjell dhe ju një mesazh për gratë dhe vajzat që të bëjnë kontrollet dhe t'i paraprinë çdo situate për kancerin e gjirit. Besoj edhe në këto minutat fundit përmes ekranit si grua, si mjeke, por edhe si politikane, por besoj këtu është më tepër apeli si mjeke prevalon mbi të treja. Ju falenderoj shumë me zemër që ju e keni në fokusin tuaj këtë çështje, sepse unë do ta kem se s'bën se jam mjeke, por në këtë pozicionin e ri edhe si nënkryetare e kuvendit, që dje u munduam që të bëjmë diçka modeste, padyshim se nuk kemi pse të me imazhet vogla me fjongon roz, do mundohemi që të bëjmë aktivitete padyshim siç janë bërë çdo vit, po gjëja që unë shikoj pozitive një qasje e re është që ne nuk duhet fokusohemi vetëm ke tetorit e muajit tetor, sepse po ti shikosh statistikat, nga viti në vit vjen në rritje numri mamografive në tetor, vjen në rritje numri i diagnostikimit, por ajo që mendoj unë është që ne duhet ta shtrim ashtu siç në fakt është shtrirë këto 2 vitet e fundit, pra mamografia të bëhet me rotacion të qarqeve, por pa rekomandim të mjekut familjar. Pra të kenë mundësi që një grua don ta shkojë ta bëj kontrollin, nuk ka pse të vonohet, shkon e bën kontrollin e mamografisë dhe në këtë mënyrë ne e nxisim dhe më tepër kontrollin. Dhe në fund të fundit krijojmë një edukat tjetër shëndetësore. Jemi përpjekur në fakt në gjithë këto vite, nëpërmjet kontrollit shëndetësor bazë që të rikthejmë edukatën për shëndetësore, pra që të kontrollohesh kur ti je i shëndetshëm, se nëse ti kontrollohesh pasi smuresh s'ka asnjë vlerë. Dhe në një farmase them që ne e kemi arritur, edhe heqja e fashës së moshës, mendoj që është një faktor pozitiv. Megjithatë, meqense jemi këtë tetori roz, të lutem më lër të bëj një apel për të gjitha gratë dhe vajzat, të cilat në këtë muaj e para duhet të jenë shumë solidare me njëra tjetrën. Dhe solidariteti duhet të jetë më i shprehur tek ato gra dhe vajza të cilat e kanë kaluar ose po e kalojnë këtë betejë. Sepse është një betejë shumë e vështirë, jo vetëm shëndetësore, emocionale, psikologjike, dramë familjare, ka shumë aspekte. Sepse e tillë është smundja. Plot gra dhe vajza ja kanë dalë, kanë fituar betejën dhe kjo betejë fitohet nëse ne jemi në kohë, arrim ta diagnostikojmë në kohë. Dhe kur e kemi mundësinë ta diagnostikojmë në kohë, ju lutem mos hezitoni, i drejtohem grave, mos hezitoni për një 15 minutë shko të shpëtoni një jetën tuaj për mbi të gjitha edhe
të jeni më pranë fëmijëve tuaj dhe familjes tuaj. Faleminderit për lejimin e këtij mesazhi. Patjetër, me këtë apel do ta mbyllim bisedën. Unë ju falenderoj shumë zonja Spejoj që ishit me mua sot në studio. Do të kemi mundësi për zhvillimet e tjera rreth parlamentit dhe politikës të jemi sërish bashkë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi për pjesën e fundit të ditarit për sot.